Rahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para se që thash Allahun azza wa jalla falenderojmë, atë madhërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun e madhnuar që takimet tona të bëjnë të bekuara dhe mbi to të zbret kënaqësia e tij dhe të largohet hidrimi i tij. Ndërsa sa i përket fjalimit, me të vërtet hoxhallar më herët u munduan që Zoti shpërbleth me të që ja dalën që të bashkojmë mes një disponimi dhe këshillimi. Dhe Zoti natyra takimit tonë është kështu. Do të marrim këshilla, po të përcjellura me një disponim që del nga ajo rutina e zakonshme ligjëratave të xhamive apo vendeve tjera. Nuk dua që tash ta rëndoj këtë disponim se nuk di me majtë so Gjaferiti, kështu kuptimin e disponimit, jena mësu me ligjërata kështu në ambjente tjera, ku serioziteti është ai që sundan në mesën e aty që janë prezent, por dua që ta përmendi një këshill të përgjithshme, shpresoj që Zoti na bën dobimet e. Të nderuar vëllezër, Allahu i manduar të gjithëve neve na ka bërë të varfër. Dhe varfëria jonë është pjesë përbërëse qenjes tonë që nuk largohet për neve kur. Sa do që njeriu të ketë pasurin këtë botë, çka do që të ketë këtë botë mbeti varfër. Dhe mbetet kjo varfëri në gjyrimi i tij vazhdueshëm. Por njerëzit sot fatkeqësisht këtë varfëri gabimisht e menaxhojnë. Dikush krahas pasurisë që i shtohet e sheh se është i varfër që son ende dhe vrapon pas asaj që nuk është atje varfëria e tij. E dikush pas autoritetit dhe pushtetit, e dikush pas asaj kështu me radhë, ndërsa Allahu xhallahu ala na lajmëron për vendbanimin e varfërisë tonë, ku është ajo realisht. Dhe Allahu xhallahu ala thot antumul fuqara ila Allah. Ju jeni të varfër, është e vërtetë se jeni të mangët, por duhet ta kërkoni ndërtim të kënaqësisë së Allahut, dhe ka Zoti xhallahu xhelalu. Dhe për këtë Allahu te barekuta ka bërë që ne kemi vazhdimisht, do të thotë në çdo rast, jo në sezona, jo në periudha caktuara, jo në vende caktuara, po gjithmonë të jemi në kërkim të kënaqësisë së Allahut, se për këtë jemi të varfër. Njeriu flan dhe nuk është në kërkim të bukës, apo është duke ngrënë, po nuk është në kërkim të gjumit, është atje, nuk është në kërkim të asaj. Do në gjithmonë kur je në kërkim të diçkafit, është në llogaritë të kërkimit të diçkafit tjetër. Veç një gjë është gjithmonë në kërkim, edhe kur je në gjumë, edhe kur je zgjuar, edhe kur han, edhe kur pin, edhe kur feston, madje edhe kur mërzitesh dhe pikëllosh, gjithmonë në kërkim të asaj që veç për te i varfër. Ajo është kënaqësia e Allahut azza xal. Andaj mendoj që këtu bim dhe kjo mënyrë e festimit këtu jep me kuptuar se jemi në kërkim të kënaqësisë së Allahut te barekuhu teala. Mundojmë që të gëzimi jon të jetë sikur s'është Allahu i kënaqur. Jemi bashkuar, jemi së bashku, por elhamdulillah, jo sikurse gëzohen ata që gëzimi i tyre u asill hidhrimin Allahu te barekuhu teala dhe u asill llogarinë e rënd nesër tek Zoti xhallahu xhelalu. Dhe ky është Islami. Dhe ne këtë duhet ta bartim pastaj edhe në raporte mes vete. Që të dim kur martohet njëri, është edhe kjo në kërkimin e kënaqësisë së Allahut. Masanisë. Edhe kjo që përmani hoxha, ka përmani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se dhe njeriu do të thotë kur e bën aktin intim me familjen e tij, edhe atëherë kjo është në shpërblim të tij. Edhe janë çuditë ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë, kanë thonë, po ta kishte vendosur në haram, ato dënoi po. Andaj për shkak se ka vendosur të lejuar në shpërblejet ato. Përgjigje Allah shpërblet. Ja unë stash kështu. Se a i buni replikë hoqës më sëllet me podu mi u revanshohë. Se sta qështë. Allah e shëllet. Që të qoftë, më së të merë, aje që ka duha të them, të barti këtë pjesë, në pjesën e dytë dhe duha të përfundaj, që kur që kemi varfri për kënaqësitë Allahut azza xal, ne jemi të varfër për njëri tjetrin. Do të thotë, jemi të varfër se nuk ka mundësi që gëzim sot, ky gëzim ose çka do qoftë të bëhet njeriu vetë ta bën. Andaj Allahu na ka bërë që ne duhet i përgjigjemi njëri tjetrit. Prandaj edhe përgjigjja në këtë sot që jemi, sipas rregullave shëndetike është obligative. Përveç që njëri ka ndonjë arsye shumë të madhe nuk përgjigjet. Pse? Nga se besimtari nëse kërkon kënaqësinë e Allahut, ajo bëhet kur jemi të bashkuar.
dhe e bëhet kurimi bashkë, nga se do të thotë vetë edhe gëzimi dhe kënaqësia nuk e kanë kuptimin e vet ato. Andaj duhet ta kuptojmë se edhe kur vimi në darsma të dikujt dhe kur përgjigjemi, ne jemi të nderuar që dikush na ka ftuar. Jo për shkak të ushqimit dhe të pijes, po për shkak se na ka mundsuar ta fitojmë një sevap. E kam pyetur Ibn Abbasin radhiyallahu anhu, e i kanë thonë, a ka njerëz që ti nuk mundesh t'ja u shpagosh kur mundin? Do të thotë, çka do që të bësh, s'mundesh me pagu kur. A ka njerëz, ka thonë, po, janë disa kategori njerëzish të cilëve nuk mundem une t'ja u paguaj atë që ata më kanë bë mua. Një nga ata ka thonë, men bede e një bis selam. Kush më ka thonë selamu alejkum, më ka mundsu me bu alejkum selam, se vapi që e ku marrun e për shkak që ai më ka mundsu, që në krejën e kurat mundësia për. Edhe ka përmendë të punë tira, në fund ka thonë, ama është një që këto asë njerës mund jam e këthy. Do të thotë, nuk mund të shpërblej kurrën atë, nuk mund t'ja kthej kurrë çfarë ka bëj mund nga të mirat. Edhe kam prit në zonës e tij se Ibn Abbas do të përmend do një dikush që ja ka bëni mirë të madh ose në njëri që më ka ndikuar tek ai për diçka të mirë e kështu me radhë, e i ka thonë kush është ai që ti smunesh kurrë me atë të mirën, ka thonë një njëri që ka pas hall e gjithë natën ka menuar se kush janë gjatë dorën e më ka përzgjedh mua për ty natën. Do se Allahu xhallahu ala ka mujt me shetit në për njerëz ndryshëm dhe me trokit ndryshme, edhe ai me gjetë hallin e vet dhe Allah më shpërit tjerët. Po fakti që në mesin e shumë të tjerë që mund t'i bëjnë zgjidhje, Allah më ka përzgjedh mua që unë t'i bëj zgjidhje, është nder që ky njeri më ka bën mua. Kështu njerëzit kanë kuptuar përpara bamirësinë dhe solidaritetin, dhe unë shpresoj që Haxhia me ftesën që na ka bërë na ka nderuar, jo me ushqimin dhe pijen, po na ka nderuar me mundësinë që kemi marrë të fitojmë sevap të përgjithshëm në Allahut ton dhe së bashku të ndajmë gëzimin me të. Lutë Allahun e manduar që për hajër ta ketë këtë darsën, Allahu xhallahu ala ti mundson që të kenë jetë në kënaqësinë e Allahut. Se sot të një jetë e lumtur. Lumturia është tek kënaqësia e Allahut. Nëse Allah është i kënaqur, s'ka çfarë para lumturia atë. Andaj kënaqësia e Allahut është e para dhe jeta në frymën e mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ajo që duhet të rritemi dhe zhvillohemi dhe të plakemi dhe të vdesim. E Zoti xhallahu ala i furnizoi me pasardhës të harit që e bartin emanetin e këtij dini deri tek gjinat e arshme. Zoti ju shpëbleft, me kaq po të fund Allah ju nderoft. Zoti shpëlbeft atë që ka fjalë